Tërmeti fort shkund këtë vend, ja sa ishte magnituda. Një tërmet ndodhi pak pas orës 14 në zonën detare të Lerapetrës, në Kretë. Konkretisht, sipas Institutit Gjeodinamik të Athinës, tërmeti kishte një magnitudë prej 5.3 ballë sipas shkallës Richter. Tërmeti kishte një thellësi fokale prej 9.2 kilometrash dhe ndodhi 14 kilometra në lindje të Krisi, pranë Lerapetrës. Siç i tha për të përditshmen greke Kathimerini, drejtori i kërkimeve në Institutin Gjeodinamik Athanasios Ganas, tërmeti i mëngjesit në Rodos dhe tërmeti i pasdites në Kretë nuk duket se janë të lidhur me njëri tjetrin, megjithatë, të dy janë pjesë e harkut grek në anën e tij juglindore. Tërmeti i pasdites në Kretë, gjithashtu, nuk lidhet me tërmetin e vitit 2020, me magnitudë 6.6 të shkallës Richter që ndodhi në jug të Lerapetrës. Tërmeti i sotëm erdhi nga një çarje që nuk kishte prodhuar aktivitet sismik në dekadën e fundit dhe nevojitet më shumë kohë për të vlerësuar potencialin e tij sismik. Ndryshe nga tërmeti i mëngjesit në Rodos, tërmeti në Kretë ishte sipërfaqësor dhe ndodhi në një distancë prej 30 kilometrash nga Lerapetra, tha eksperti grek. Profesori i menaxhimit të fatkeqësive natyrore dhe president i OASP-s, Efthimios Lekas, tha se ky është një tërmet i pavarur nga ai i mëngjesit 5.8 Richter në zonën detare në veri të Rodosit, por edhe nga ai që ndodhi disa ditë më parë në Arkalochori 4.3 Richter.